Parashikues e Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është shikuar nga kushte atmosferike të shndrueshme, moti ka qenë i kthjellët në të gjithë territorin. Era ka fryrë me drejtim nga jug-perëndimi dhe juglindja me shpejtësi mesatare 7 metër për sekond, vallësimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 0 deri 21 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 3 deri 22 gradë dhe në Bregdet nga 6 deri 21 gradë Celsius. Edhe për ditën e hënë, Shqipëria do të vijë të ndikohet nga të njëjta kushte atmosferike, moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin me vrenësira të pakta dhe kalimtare. Era do të frymë me drejtim nga jug-perëndimi dhe juglindja me shpejtësi 8 metër për sekond për gjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore. Era do të fitojë shpejtësi deri në 16 metër për sekond, vallësimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 3 deri në 5 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga -1 deri 20 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 3 deri 23 gradë dhe në Bregdet nga 6 deri 22 gradë Celsius. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të shndrueshme, me mbizotrim të motit të kthjellët, por dhe me shtim gradual të vranësirave deri të dendura në orët e pasdites dhe mbrëmjes. Këto vranësira në orët e mbrëmjes në zonën veri perëndimore do të shoqërohen edhe me reshë shiu me intensitet mesatar, lokalisht deri të lartë. Ndërsa kontinenti evropian, pjesa jugore e tij do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet me vranësira me reshë shiu, të cilat lokalisht do të jenë edhe në formën e rebesheve dhe stuhive. Pjesa tjetër e kontinentit parashikohet këtë mot kryesisht të qëndrueshëm me kthjellime dhe alternime vranësirash kalimtare. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë ju takofshim.